Qoftë lavdë Jezu Krishti, të dashur vëllezër e motra, jemi në këtë emision të radhë duke vazhduar të komentojmë letrën që Papa Francesco ka shkruar për vitin jubilar 2025, letra titullohet Shpresa nuk turpëron, ose mund të përkthehet Shpresa nuk zgënjen. Edhe në fakt me titullin Shpresa nuk zgënjen mund ta gjeni edhe në website-in e Konferencës Sipërfënore të Shqipërisë, pra është e përkthyer në shqip dhe mund ta lexoni edhe vetë si një lexim personal. Aty jemi duke marrë shkas më fort nga numrat e ndryshëm të kësaj letre për të komentuar disa tematika që besojmë janë të rëndësishme për besimin tonë. Është kjo letër në vazhdim e nismave të shumta me anë së cilës në fakt Papa shpall fillimin e jubileut 2025 që ka moton shtektar të shpresës dhe aty shpall edhe disa nisma të ndryshme. E në fakt jemi pikërisht tek numri 6 ku Papa duke përdorur gjithë autoritetin që i jep shërbesa që ka pra prej Zotit, bën shpalljen zyrtare të këtij viti. Për të qenë besnik edhe stilit punës, nëse kështu mund ta quajmë, na duhet ta lexojmë, edhe pse të lexosh nuk është fort tërheqëse, në kuptimin mund të bajnë që të ulet vëmendja, të zbresin përqendrimi, por i rrim ma besnik asaj që Papa ka shkruar. Në fakt kjo është rrimi të dëgjojmë mësimet e Papës. Prej këtu atëherë mund të kalojmë në disa meditime që mund të na ndihmojnë, në disa katekeza që mund të thellojnë besimin tonë. Në numrin 6, pra, Papa në atë nën çështje që titullon Një ecje shprese, shkruan: Viti i shenjtë 2025 është në vazhdimsi të ngjarjeve të mëparshme të hirit. Në jubileun e fundit zakonshëm u kalua pragu i 2000 vjeçarit të lindjes së Jezu Krishtit, pra në vitin 2000. Më pas me 13 mars 2015 shpalla, thot Papa, një jubilej të jashtëzakonshëm. Fjala jashtëzakonshëm do të thonë nuk është e zakonshme të shpallet një jubilej në atë periudhë, por jashtëzakonshëm do të thotë pra jashtë zakonit, mund të themi. Edhe Papa thot shpalla një jubilej të jashtëzakonshëm me qëllimin për dëftuar dhe mundësuar takimin me fytyrën e mëshirës së hyjit. Një shpallje qendrore kjo e ungjillit për çdo njeri në çdo epokë. Tani ka ardhur radha për një jubilej të ri, në të cilin do të rihapet krejtësisht dera e shenjtë për të ofruar përvojën e gjallë të dashurisë së hyjit, e cila ngjall në zemër shpresën e sigurt të shpëtimit në Krishtin. Në të njëjtën kohë, ky vit i shenjtë do të orientojë rrugtimin drejt një përvjetori tjetër themelor për gjithë krishterët. Në vitin 2033, në të vërtetë do të kremtohen 2000 vitet e shëlbimit të kryer përmes mundimit, vdekjes dhe ngjalljes së Zotit Jezus. Pra, shumë shpejt do të jetë edhe një jubilej tjetër. Edhe ky mund të themi duket i jashtëzakonshëm, por në fakt është i zakonshëm në kuptimin që ka të bëjë me veprën e shëlbimit që Jezusi e ka realizuar me nahet, pra në rreth vitit 2033, pra është një jubilej në këtë aspekt. E do të jetë një jubilej, jemi të sigurt shumë entuziazmues për gjithë kishën. Vazhdon Papa, kësaj gjendemi përballë një rrugtimi të shënuar nga etapa të mëdha, në të cilat hiri i hyjit e paraprin dhe e shoqëron popullin që ecën me fe të zellshme, me dashuri vepruese dhe me shpresë të qëndrueshme. I mbështetur nga një traditë kaq e gjatë dhe me sigurinë se ky vit jubilar mund të jetë një përvojë e fortë hiri dhe shpresë për mbar kishën, vendos. Kjo fjala vendos, me shkas të dalim dikon që po e shohim pas pak, vendos që dera e shenjtë e Bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan të hapet me 24 dhjetor të vitit 2024. Kujtojmë se kjo letër shkruar pra gjatë vitit 2024, shumë para se të fillojnë viti jubilar. E vazhdon Papa, duke filluar kështu jubileun e zakonshëm, të dielën që pason, me 29 dhjetor 2024 do të hap derën e shenjtë të katedrales sime të Shën Gjorit në Lateran, e cila me 9 nëntor të këtij viti do të kremtojë 1700 vjetorin e kushtimit të saj. Në vijim
Me 1 janar 2025 e kremtja Shën Marisë Hylinëse do të hapet dera e shenjtë e Bazilikës Papnore Santa Maria Maggiore. Në fund, të dielën me 5 janar do të hapet dera e shenjtë e Bazilikës Papnore të Shën Palit jashtë mureve. Këto 3 dyert të shenjta do të mbyllen brenda së dielës së 28 dhjetorit të këtij viti. E përsëris mund të bezdisin pak të lexojmë këto rreshta, por më pëlqen të dëgjojmë gjuhën që përdoret. Pra, Papa thot vendos, edhe jep serinë e gjërave për cilat vendos. Vendos të hapet viti jubilar edhe vendos se kur do të mbyllet. E keni kuptuar se do të ndalem pak a shumë tek ky pushtet i Papës, pra që të vendos, të lidh e të zgjidh, të mbyll e të hap epoka e hirit. Duken fjalë të mëdha, por kështu është. Përveç kësaj, vazhdon Papa, caktoi që të dielën me 29 dhjetor 2024 në të gjitha katedralet dhe bashkëkatedralet, i peshqvin diocezan ta kremtojnë Eukaristinë e Shenjtë si hapje kremtore të vitit jubilar, sipas ritualit që do të përgatitet për këtë rast. Për kremtimin e kishës bashkëkatedrale, i peshqvi mund të zëvendësohet nga një delegat i caktuar posaçërisht. Interesant se si Papa jep direktivat edhe për i peshqvit të ndryshëm. Direktiva mjaft konkrete, me detaje të shpjegume në mënyrë të saktë, në mënyrë që të dinë të veprojnë i peshqvit, të veprojnë në mënyrë të bashkërenduar, pra edhe këtë bën Papa. Ndihmon që të gjithë të jenë një grigje vetme, sikur se thot Krishti, pra ndihmon që të gjithë të ecin me të njëjtin hap drejt shenjtërimit. Në këtë shtektim, vazhdon Papa, drejt kishave, pra ku merret edhe ndjesa, të lexohen disa pjesë të këtij dokumenti dhe populli të shpallet ndjesa jubilare. Në takimet e mëparshme kemi fol gjëra gjate, do të kemi rast të rimarrim këtë temë për çfarë do thotë ndjesa jubilare, rëndësinë që ka kjo ndjesë, e cila ndjesa jubilare pra mund të merret sipas përcaktimeve që përmbani njëjti ritual për kremtimin e jubileut në kishat vendore. Gjatë vitit të shenjtë, i cili në kishat vendore do të përfundojë të dielën me 28 dhjetor 2025, duhet pasur kujdes se populli hyjt të mund të mirëpres me pjesëmarrje të plotë si kumtimin e shpresës së hirit hyjt, ashtu edhe shenjat që shënojnë veprimin e tij. Edhe përfundon Papa me këto rreshta duke thënë jubileu i zakonshëm do të përfundojë me mbylljen e derës së shenjtë të Bazilikës Papnore të Shën Pjetrit në Vatikan me 6 janar 2026, e kremtja e dëftimit të Zotit. Drita e shpresës së Krishterë e mbërrit në çdo njeri si mesazh i dashurisë së hyjit që u drejtohet të gjithëve, kisha qoftë dëshmitare, besnike e këtij kumtimi anë botës. Edhe me këtë përfundon numri i 6 i kësaj letre shumë të bukur të Papës. E thash edhe gjatë leximit të letrës se do të ndalem pikërisht te kjo aftësi ose ky pushtet që ka Papa për të caktuar gjëra kaq të detajuara, për të dhënë udhëzime kaq konkrete. Nëse nuk e bën ai, nuk mund ta bëjnë askush tjetër në Kishën Katolike. Jo me drejt, por e presim se të ketë ndokush edhe reagime pse duhet ta vendosin Papën një gjatë tillë. Nuk është e drejtë që të bëhet një arsyetim i tillë, po e shohim me një herë, por mund të ketë raste kur ndokush mund të protestojnë pse Papa ka gjithë këtë pushtet. Për ta thënë me pak humorizëm, duhet me pyet Jezu Krishtin. Ai e din pse. Sepse ai e ka bën. Ai e ka bën një gjatë tillë, i ka dhënë Shën Pjetrit edhe pasardhësve të tij atëherë një autoritet të tillë. Kisha duke u nis nga këto dhëna të ungjillit, pra nga këto veprime të Krishtit, atëherë ka zhvilluar një teologji rreth rolit të Papës, por baza është vullneti i Krishtit. Nuk është se ka ardhur duke u akumuluar në shekuj ndonjë koncept jashtë asaj që gjejmë në jetën e Krishtit në ungjil. Në fakt, mund të themi se të gjitha këto detaje, shpjegime teologjike që janë bërë ndër shekuj përmlidhen tek një dokument shumë i rëndësishëm, Lumen Gentium, i Koncilit të dytë ekumenik të Vatikanit, që
Këto dokumente janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe në vitin 2012 dhe përban një prej manualeve, mund të themi, më të rëndësishme të Kishë, sepse një koncil është një bashkë me papën në kry, është organi më i lartë vendimmarrës në Kishë, edhe gjërat që janë vendosur aty kanë pushtetin na detyrojnë në ndërgjegje, ose më saktë na ndihmojnë të përdorim si pikë nisjet për një ecje shpirtërore. E në këtë dokument Lumen Gentium do të thotë drita e popujve, Krishti është drita e popujve, janë fjalët e para në latinisht të këtij dokumenti, edhe për traditë shumë të lashtë Kisha, fjalët e para të një dokumentit konciliar o papnor, 2-3 fjalët e para i përdor si titull të atij dokumenti. Në fakt, në Lumen Gentium, pra, numri 22 thot, duke folë për kolegjin e i peshvinve dhe kreun e tyre që është papa, këto fjalë: kolegji i peshvinor nuk ka asnjë autoritet nëse nuk konceptohet si i bashkuar me papën e Romës, parsarsin e Pjetrit. Kolegji i peshvinor nuk ka asnjë autoritet nëse nuk konceptohet bashkë me papën. Është një fjalë shumë e fortë. Nuk ka asnjë autoritet. Zhvesh çdo i peshgë prej çdo lloj pushteti, nëse ai nuk është në bashkim me papën. Qoftë ai ndonjë i peshgë me kapacitet shumë të lartë teologjik, me influencë shumë të madhe, me një djeshes shumë madhe, por nëse nuk është në bashkim me papën, nuk e ka më atë autoritet. E me papën e Romës, po përmendim edhe fjalën Roma, që do ta shpjegojmë pak më thellë, se nuk është rastësi që koncili i precizon, i saktëson këto fjalë. I cili, Papa i Romës, pra, është pasardhësi i Pjetrit, si kreu i kolegjit i peshvinor, dhe pash mangur pushtetin e tij të parësisë mbi të gjithë, si mi barind ashtu edhe mi gjithë popullin e hyjt. Në fakt, Papa, për shkak detyrës së tij, vazhdon dokumenti, pra si zëvendës i Krishtit dhe bari i gjithë Kishës, ka pushtet të plot, suprem dhe universal, të cilin mund ta ushtrojë gjithmonë lirisht. Kjo fjala lirisht mundet edhe me na fut pak frikën. Ta zëmë se vjen një papë që e përdor keq, mundet kanull që kanë përdor keq këtë pushtet. Por ka edhe ato format për ta izoluar që mos ta tepërojnë një papë. Në fakt, kolegji i peshvinëve mundet me reagu edhe me bloku me argumente teologjike, të cilave papa duhet të japin llogari. Në rastet kur, që janë raste shumë të ralla, nuk di se kanë ndodhur, në fakt ndonjëherë, kolegji i kardinajve mund të mlidhet edhe ta shkarkojnë papën. Në raste kur, për shembull, imagjino një papë për një smundje ka humb mendjen, edhe normal nuk mund të qeverisin më, ose humb fen, larg qoftë. Pra, e shpjegoj me dashje këtë fjalë, sepse fjala lirisht dikush mund të thonë, por në ato raste kur papa bën mëkate kështu, në ato raste parashikohet një reagim kolegjal. Por nuk mund parashikohet një reagim individual, do të thonë, me që papa nuk më pëlqen në këtë koncept, unë po dal kundër. Jo, organizo nëse mundesh një reagim kolegjal, edhe mundesh nëse je njëri që ke argumente teologjike dhe e don Kishën. Nga ana tjetër vazhdon dokumenti, kolegji i peshvinor, i cili pason kolegjin e apostujve në qeverisjen magjistrale dhe baritore, në të vërtetë, në të cilin trupi apostolik përjetësohet, është gjithashtu bashkë me kreun e tij, Papa i Romës, dhe kur pa këtë kry, subjekti një pushteti suprem. Pra, me papën e kur pa papën, edhe kolegji i peshvinor ka një pushtet suprem, edhe të plot me gjithë Kishën, edhe pse ky pushtet nuk mund të ushtrohet, e thekson edhe një herë, përveç se me pëlqimin e papës. Më poshtë, thot dokumenti, nuk mund të ketë kur një koncil ekumenik, nëse nuk është miratuar si i tillë, ose të paktën të jetë pranuar nga pasardhësi i Pjetrit. Pra, papa ka pushtet ta mbledhë një koncil, ose të paktën të jenë ndjeni, se ta zamë është i smurë, s'arrin të organizojnë, por duhet të jenë ndjeni. Dhe i takon vetëm papës së Romës që t'i mbledhë këto koncile, t'i kryesoj dhe t'i konfirmoj ato, pra të miratoj që del prej aty. Të njëjtin pushtet kolegjal së bashku me papën mund ta ushtrojnë i peshqvinë të shpërndarë në përbot, me kusht që kreu i kolegjit papa t'i thras ata të veprojnë në mënyrë kolegjale. Kolegjale do të thotë bashkësiore, si bashkësi pra.
ose të paktën të miratoj apo të pranoj veprimin e përbashkët të IPSHV-ve të shpërndar, në mënyrë që veprimtaria e tyre të jetë një veprimtari vërtet kolegjale. Edhe numri 23 thot diçka që ja vlen të marrim në konsiderate të bashkëndajmë. Thot Papa i Romës, si pasardhës i Pjetrit, është parimi dhe themeli i përhershëm dhe i dukshëm i unitetit, bashkimit, si të IPSHV-ve dhe i të gjithë besimtarëve. Shumë e bukur kjo fjalë. Është parimi dhe themeli i përhershëm dhe i dukshëm. Është i dukshëm, i prekshëm. Pse duhet Papa? Duhet. Është dikush që mund të themi se duket. Është një person që përfaqëson, që mlell rreth vetes. Ne kemi nevojë për këtë aspekt. Nuk mjafton të kemi vetëm një ide shpirtërore të kishës, edhe konkrete, organizuese, të organizuar dhe të prekshme. Papa e përfaqëson gjithë këtë nevojë shumë të thellë të natyrës njerëzore. Megjithatë, vazhdon dokumenti, secili prej IPSHV-ve është edhe parimi i dukshëm dhe themeli i bashkimit në kishat e tyre të veçanta vendore. Interesant, IPSHV është parimi i dukshëm i bashkimit në një dioqezë, por dioqezat në përbot janë shumë. Si mund të gjejmë një parim të dukshëm të gjitha dioqezave është Papa. Dhe pikërisht në këto kisha dhe duke u nisur prej tyre ekziston kisha katolike një dhe e vetme. Me fjalë më thjeshta, një dioqezë është një dioqezë vendore, nuk është e gjitha, por ka në vetvete të gjitha elementet që në fakt ka edhe e gjithë kisha njëkohësisht. Ka një parim të dukshëm bashkimit që është IPSHV, sakramentet që mbashtohen kryesisht për IPSHV, pastaj me bashkëpunimin e meshtarëve, por e gjithë bashkësia krishterë i ka të gjitha elementet që kanë të gjitha kishat e kësaj bote. Ndryshojnë pak ana kulturore duke u përshtatur traditave të ndryshme, por këto nuk e damtojnë kishën. Bile tregojnë se kisha është e përbërë kështu nga të njëjtat sakramente, të njëjtat doktrina teologjike dhe aftë të përshtatet në kultura të ndryshme. Në secilën dioqezë ekziston edhe e gjithë kisha, thot dokumenti. Mirë, kjo pjesa e leximit të teksteve marrë me kaq, sepse e di se nuk është pjesë fort e këndshme. Por dokumenti që citova më sipër, edhe pse i jep autoritet kaq shumë Paps, thot se nuk përjashton që secili IPSHV, edhe pse merret me dioqezën e vet, ndërkohë ai ka një hapje universale për marrë kishën. Ma parë, duke i lut besimtarët e vet të luten, duke i ftu besimtarët e vet të luten për nevojat e ndryshme në përbot. Imagjinoj sa trishtueshme është një bashkësi besimtarësh, një bashkësi famulljtare, një bashkësi, një kongregat ose një bashkësi e vogël krishterësh ose një dioqezë që lutet vetëm për vete. E për ta pa ndoshta edhe hapjen e shpirtit të saj në kishë universale në gjithë botën, mund të shohim lutjet e besimtarëve që luten në atë bashkësi. A luten vetëm për vete apo edhe për tjerë, për krishterët e tjerë në përbot. Ato mund të bëhen edhe zëri i krejt kishë para Zotit, sidomos i gjymtyrëve që vujnë. Pra të ketë një hapje universale duke nxit në lutje, duke dhënë një mesën e vet teologjike për problematikat ndryshme që dalin, edhe pse s'kan të bëjnë me këtë rajon të globit, por i përkasin anës tjetër të botës, mund të themi, nëse një teolog evropian ndihmon të jepet një përgjigje ndaj disa probleme që kanë dalë ta zamë në një zonë të Afrikës ose në Kinë, atëherë i jep kontributin e tij teolog o IPSHV që mund të jetë. Pra, kisha është një. Edhe ndihmesat e ndryshme ekonomike, sa bukur nganjëherë që organizohen edhe mbledhje fondesh modeste në disa raste, por mbledhje fondesh për të ndihmuar një bashkësi të caktuar. Ne në Shqipëri e dim se si pa këtë mbledhje fondesh të shumë të krishterëve anonim që kur nuk do t'i njohim, kisha në Shqipëri pas rënies së komunizmit nuk do të kishte arritë të bëjnë hapat e fuqishëm shumë të shpejt që ka bërë brenda këtyre 34 viteve të lirisë fetare. E nuk janë vetëm shqiptarët e diasporës me gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë, por janë shumë të tjerë që nuk janë as pak shqiptarë që kanë dhënë një kontribut vërtet mreslans. Zakonisht me sa më thonë disa misionar,
janë bamirë se të ndryshëm, nuk janë biznesmen të fuqishëm, edhe ato por janë raste të ralla, por nga njëherë pensionistat që heqin pak për t'ja çu famullisë se dëshirojnë t'i dërgojnë të ndihmojnë filan mision. Janë njerëzit e thjeshtë që heqin diçka nga rruga atyre e përditshme, pra raste të ralla, pastaj biznesmen të fuqishëm, por është kjo ndjenjë e kishës universale që më përket edhe mua, edhe pse unë jam në një zonë caktuar të botës. Gjithë kisha është një e vetme. Në lidhje me papën, është shpall një dogmë shumë interesante. Dogma e pagabueshmërisë së papës. Se papa pra është i pagabueshëm. Edhe është një dogmë që edhe këto dikush mund të marrin shkas për të vrarë vetullat, për të thënë çfarë është kjo, papa nuk gabon kurrë. Mas parit po shpjegojmë fjala dogmë çfarë do të thotë. Fjala dogmë do të thotë dekret, vendim. Pra flet për një parim themelor universal të padiskutueshëm, ose kur shpallet nuk mund diskutohet më. Edhe në fakt në kishë pra nuk mund diskutohet më se papa është i pagabueshëm. Edhe nga këtu teolog duhet të nisen të bajnë punën e tyre, e gjithë krishterët bashkë me to. Papa është i pagabueshëm, por kur e përcakton një dokument që e shpalli me datën 18 korrik 1870, pra në Koncilin e parë të Vatikanit, dokumenti që është kushtetuta dogmatike Pastor Eternus, aty thot se papa nuk mund të gabojnë kur flet ex cathedra, dhe me thanë si mësues universal apo barikish, pra kur hyn në këtë zyrë, po themi në këtë shërbes të tij, është duke fol si mësues. Është tjetër gjë kur papa flet si thosh në biseda private, s'ka lidhje, pra nuk është se është i pagabueshëm, kur shkruan një libër të vetin, jo një dokument kishtar, por kur shkruan një libër të vetin, një meditim ku mund gabojnë, del një teolog që thot për mendimin tim këto arsyetime nuk janë krejt sakta, edhe këtu ka të drejtë. Por kur flet në këtë dimension ex cathedra, pra në këtë zyrë të vetën, në këtë shërbes të vetën, si mësues universal e barikisht, atëherë nuk gabon asnjëherë. Për ta shpjeguar më një herë, nuk duhet të alarmohemi sepse deri më sot, qysh në vitin 1870 deri më sot, vetëm një herë papa ka ndodhur që ka folë ex cathedra. Dhe bëhet fjalë për papën Piu XII që në vitin 1950 ka shpall dogmen, pra dekretin, vendimin e padiskutueshëm të ngjitjes së Zojës në qiell me trup e me shpirt. Dhe ishte hera parë që po përdori kjo zyrë, ky pushteti i papës ex cathedra. E para dhe fundi deri më sot, nuk kanë lind situata të ngjashme për ta konfirmuar, për ta përdorur papa këtë pushtet të tij. Aty papa tha se kjo dogmë, ky dekret, pra ky vendim nuk duhet diskutohet më. Zoja është ngritur në qiell me trup e me shpirt. E po marr shkas pikërisht për kësaj dogmet për shpjeguar se nuk është një tek e papës kur vendos një dogmë. Ky vendim i papës, pra për të shpall dogmen e ngjitjes së Zojës në qiell, i ka rrajnë të tradita e hershme e kishë, jashtëzakonisht e hershme, qysh me apostujt bile thuhet. Janë disa ungjit apokrif që nuk janë ungjit kanonik, pra 4 ungjit që i kemi, që quhen si të frymzuar, por janë quajtur si jo të frymzuar, por dëshmojnë një traditë. Dhe ndonjëri prej këtyre ungjive flet qysh në kohën e apostujve, pas ka ekzistuar një gojllan që thuhet se Zoja u mor në qiell me trup dhe me shpirt. E pastaj në shekuj me kohë 15 gushti lutej si festa e ngjitjes së Zojës në qiell. E papët e ndryshëm nuk e ndalonin një festë të tillë. Nuk i kishte shkuar mend, ndoshta papëve të përcaktojnë që një festë duhet lutet detyrimisht në gjithë kishën, sikurse ndodhin në 1950-ën. Por nuk i kishte shkuar mend as ta frenojnë, sepse e besonin, kaq ishte e bashkëndarë si vlerë. Në shkrimet e Shnanot e Shën Antonit të Padovës bile, pra jemi në vitet 1200 e diçka, është gjetë pak a shumë edhe ky rresht ku ai këto rreshte pak a shumë të se s'po di ti citoj, ku ai thotë se është e sigurt që Zoja është ngjitur në qiell, s'ka, edhe jep 2-3 argumente teologjike, s'ka dyshim thotë. Pra mbaj si një skandal të mos e mendoje një gjë të tillë. Pra papa në 1950 nuk ka bërë diçka të re, diçka kështu nga hiçi, por ka mbledhat që ka ekzistuar ndër teolog në popullin e Zotit e njëherë,
dhe në ndjeshmërinë e fesë, që quhet edhe sensus fidei, është një koncept që do të ishte dash vetëm një emision vetëm i këtë koncept shumë dashur. Ndjeshmëria e besimtarëve, ndjeshmëria e fesë, e bashkëndarë, gati instinktivisht, por nuk është një instinkt tekanjoz, por një instinkt i thellë fe të njerëzve që thëdhohen fe dhe bashkëndahet, se po marrim rastin e Zojës edhe një herë për ta shtërruar si temë, të gjithë kishin këtë idenë se s'ka mundësi që Zoja të mos ketë qenë marrë në qiell edhe me trup, jo vetëm me shpirt, sepse ajo s'kishte mëkat, mëkati na ka sjellë edhe vdekjen. Zoja mund të kenë vdekje, mund të mos kenë vdekje, këtu ndahen dy tradita, por papa nuk ka hyrë tash dallojnë ta përcaktojnë këtë detaj, por thot papa është marrën me trup e me shpirt në qiell. Dhe ka herë bashkëndahe kjo bindje, sepse Zoja nga engjëlli Gabriel quhet hir plote, e pastaj Zoti edhe trupin e saj e ka mbush me këto hire, pra ka shpërbly me lumnin e Parisit. Plus që do të ndodhshin në shekuj edhe shumë të shfaqura të Zojës të pranuara prej kish. Në 1950 kanë ndodhur gjitha ato të famshmet, e në Guadalupe, në Meksik, në Lourdes të Francës dhe në Fatima të Portugalisë, ku Zoja përshkruhet edhe me trup. Pra, për ta mbyllur si temë, pra papa nuk është i pagabushëm jo në kuptimin që flet gjanat që i shkojnë nërmend sa çohet nade, por kur flet si mësues i kishte dhe mlell një doktrinë të shpërndarë në përmar kishën dhe përkufizon, si thoshe, përqendron në një formulim të saktë dhe të shkurtë dhe të qartë dhe ndihmon edhe ato që janë në dyshim të mos e diskutojnë më një temë tillë. Por e shtrova pyetjen parë. Pse na duhet papa? Shikoni se kjo gjë ka kriju gjitha ndarjet në kishë, po i shohim tani. Por më parë po shohim bazat, themelet, pse është papa. E para një herë, ne kemi nevojë, natyra njerëzore ka nevojë për një lider, për një drejtues. Problemi është se me konceptin lider që kemi këtu në krytin tonë, edhe në Shqipëri nuk jemi fort larg, lider quhet ai që jep urdhra e vet ban çati teket. Ky nuk është lider, ky është diktator. Diktator dikton, ai që dikton, ai që thot ç'a më bë. Kur ishim vegjël na bashin diktim, pra mësuesi fliste dhe ne shkruanim për të bërë bukur shkrim. Edhe diktatori flet edhe ju duhet bani kështu. Prandaj është marrë kjo fjalë. Diktator, pra, edhe me kuptimin negativ të fjalë, më negativ që mund të ekzistojnë, pra ai që ushtron lun që ju të më shërbeni mua. Por ky nuk është lider, ky është diktator. Lideri i vërtet është ai që prin bashkësinë, i jep edhe jetën bashkë me bashkësinë për të çuar në vend disa parime. Ky është lideri i vërtet. Për një lider të tillë, komuniteti njerëzor është pas se ka nevojë gjithmonë popujt kanë pas liderat e tyre, që nuk kanë qenë gjithmonë diktator. Përkundrazi, kanë qenë figurat nderuame, të dashur, heronj, edhe ne kemi heronjt ton kombëtar. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, mi gjithë, por edhe shumë heronj tjerë, është bukur të promovohen, madje këto lidera që janë vënë rresht me popullin për të ecë drejt disa vlerave. Gjithmonë, pra, njerëzimi ka dëshmuar se ka nevojë për lidera, ka nevojë pastaj për përfaqësues. E këto përfaqësues zakonisht janë njerëz karizmatik që kanë disa luntina që nuk i kanë gjithë. Edhe prandaj këto përfaqësues zgjidhen me një farë unanimiteti, edhe papa zgjidhet nga kardinajt. Nuk kush mund të replikojnë, jo, po kardinajt pse jo nga e gjithë kisha të bëhet një zgjedhje, si thosh, të bëhen zgjedhjet në mbar kishën. Kardinajt janë vënë aty pas një shoshitje shumë gjatë që është bërë mi secilin prej tyre gjatë ecjes së tyre drejt emërimit kardinal. Dhe presupozohet që ata kanë edhe një formim teologjik të mjaftueshëm, sepse jo të gjithë krishterët atëherë mund ta kenë formimin teologjik, jo të gjithë kanë bën shkollën për teologji e pastaj edhe diplomime të ndryshme. Prandaj, kardinajt, si thosh, përfaqësojnë kishat vendore dhe ato zgjidhin në emër të kishave vendore. Dhe papa zgjidhet, pra thash, dhe zakonisht zgjidhet një lider që ka edhe karizma të ndryshme. Mundësisht, po detyrimisht, karizmat e tij janë në përputhje me ato që kërkon Jezu Krishti. Në beslidhjen e vjetër është plot me raste kur hierarkia, pra
përfaqësuesit fetar, kishin një rol kyç për hebraizmin. Ishin të domosdoshëm, duheshin. E në këtë themel, pastaj pra, të natyrës njerëzore edhe të traditës hebraike, kisha ka marrë shkas për të vazhdu edhe traditën për të pas një papë. Por prej në mes historisë kishës edhe atyre që thashma përpara, pra natyra njerëzore që e kërkon dhe beslimin e vjetër, është Jezu Krishti, që vetë ka themelu papnin. E thash edhe si me humorizëm pak më sipër, por ato që ankojnë pak si tepër, pse duhet kemi një pap, duhet pyesin Jezu Krishtin. Sepse Jezu Krishti vetë, kur Shën Pietri në një moment gjatë jetës publike të Krishtit, i thot Jezusit, ti je Mesia, biri i hyjtë të gjallë, është te kapitulli 16 i Ungjillit sipas Shën Mateut. Jezusi i thot këto fjalë që bllokojnë çdo lloj diskutimi, sepse Jezusi është biri i hyjtë. E normal që duhet kemi kujdes të dalim ma teolog se Zoti. I thot, i lumi ti o Simon, biri jonës, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi e gjaku, por Ati im që është në qiell. Edhe unë po të them, ti je Pjetër shkëmb. Ma parë që e Simon, tani thot, tani je Pjetër shkëmb. Në hebraisht është fjala kefa, që do ta ndeshim me njëherë pas pak. Ti je Pjetër shkëmb dhe mi këtë shkëmb, unë do të ndërtoj kishën time dhe dyrët e ferrit, s'do të ngallnjejnë kundër saj. Ty do të jap çelësat e mbretërisë së qiellit. Gjithçka të lidhesh mbi tokë, do të jetë lidhur edhe në qiell. E gjithçka të zgjidhesh mbi tokë, do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Për me kuptu ma mirë bukurinë e këtyre fjalëve, na duhet të marrim një koment tragjik që nganjëherë është bërë. Sepse kur Krishti thot ti je Pjetër shkëmb dhe mi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time, ndokush ka gjetë hapësirën për të thënë, kur Krishti ka thënë ti je Pjetër shkëmb dhe mbi këtë shkëmb, nuk e kishte fjalën për këtë shkëmb që ishte Pjetri pra, por mi këtë shkëmb pra që është feja e Pjetrit që tha ti je Mesia, biri i hyjtë. Pra ka përcejnë disa fjalë të Krishtit, edhe shkojnë te fjalët e para që thot i lumi ti Simon biri jonës, këtë nuk ta zbuloj mishi e gjaku, e por Ati feja që duhet ta kemi gjithë. Por prit, ajo fe duhet, por ajo fe në bashkim me këtë person që është shkëmbi konkret i prekshëm, parimi i themeli i dukshëm që thamë, që vetë Krishti e cakton, ti i thot je Pjetër shkëmb. E në fakt Krishti vazhdon ty do të jap çelësat e mbretërisë. Por nuk thot asaj feje që si e jotja. Prandaj tham për të kuptuar bukurinë e këtyre fjalëve të Krishtit na duhet të marrim këto komente tragjike sepse kanë nda kishën, kanë krijuar herezina edhe skizma do të thotë ndarje, pra, kanë krijuar skizma të ndryshme ndër shekuj. Ato që teologjin pastaj e manipulojnë përpiqen të gjejnë shtigje të çuditshme. Prandaj Krishti vetë ka bën. E kur Krishti i ngjallur i shfaqet apostujve një herë tjetër, pra hera e tretë, thotë ungjilltari Shën Gjoni, Shën Pietrit i bën atë pyetjen e famshme, Simon Gjoni, am do ti ma shumë se këta? Po Zotëri i përgjigjet, ti e din se të dua. Kulloti qengjet e mi. Edhe këtu kulloti, njëjs, urdhërore, i drejtohet atij. Kulloti qengjet e mi. Prapë pyeti, Jezusi e pyet 3 herësh. Simon Gjoni, am don ti mua? Po Zotëri ti e di se të dua, i përgjigje Pietri. Kulloti delet e mia. Edhe këtu e theksoj kulloti, ti pra. I tha për 3. herë, Simon Gjoni am do. Pietri u trishtua pse e pyeti për 3. herë, nuk është rasti të nalemi këtu të kjo pjesë shumë e bukur, por u trishtua sepse ju kujtu se e ka mohu 3 herë, ky po më pyet 3 herë, por sa si Maxoni kryet me derë, kishim me thënë na. Por Krishti nuk e ka këtu hallin. Është duke dashur të ngulin këmbë se ti që mohove me brejësitë tua, ti je themeli që unë du ta kem në tokë, të dukshëm për bashkimin e kishë. Jo po jam katnor, e di po vazhdo. Duke të trishtueshme për Shërbjetri, si njëri atë kupton, mos ma përmendi se e kam mohu. Krishti do të kalojnë për te mëkatit ti. Jo po papa është njëri si të gjithë thirrët, mund të replikojnë në kush. Edhe Krishti pas ka ditë ka që gjë. E ja kujton, ti më ke mohu, por ec kalo sipër sepse jam unë me ty thot. E Pietri u trishtu dhe i thot, Zotëri ti din gjithçka, ti e di se të dua. I thot Jezusi, kulloti delet e mia. Jezusi nuk e ndryshon as pak urdhnin e tij. Kur Pietri thot, no, është po më kujton mohimin që i kam bërë. Jo, e di se më ke mohu,
të dhash rast të me dëshmosh 3 herë, e riparove si thush, tani ec. Rëndësi ka që të mos qëndrosh në mëkatin tënd. Shikosh ka unë. Edhe unë kam me të ndihmu me drejtu kishën time. Nuk mund të jem teolog se Krishti. E prandaj, pyetja që mund t'i bëjmë pseudo teologëve është, a jeni bashkim me papën? Po. Okej, vazhdojmë muhabetin. Nëse nuk jeni bashkim, s'kam çfarë më thënë. Ma teolog se Krishti nuk mund dalësh. Edhe këtu fillon e gjithë baza. Te vullneti i Krishtit. Pastaj, thash, mund kemi argumente edhe antropologjike, teologjike, filozofike, por te vullneti i Krishtit, që nuk është pak. Në veprat e apostujve, shihet qartë rëndësia që ka Shën Pietri në vendimarrjet e rëndësishme që s'po himi i marrë, se janë shumë të marrësh në konsiderat. Vendimarrjet e rëndësishme të bashkësisë të krishterëve të parë. Vetë Shën Pali, interesant është një detaj për shembull, ai disa herë thot se kishte takimet me Shën Pietrin. Në letrën drejtu Galatasve, kapitulli i parë versi 13, thot se pas kthimit të tij në fe, shkoi të rrinte me Kefen, këto thot Kefen, që është Kefa, hebrejisht do të thot shkam pra, me Shën Pietrin, për 15 ditë. Pra para se delte të predikonte rrin 15 ditë, 2 javë. Tërheqje shpirtërore kolosale, 2 javë me Shën Pietrin, sepse donte të kuptonte më mirë se Shën Pali nuk e kishte takuar Jezusin gjatë jetës së tij toksore, edhe të mbledhin informacione edhe të bisedojnë se ç'a duhet predikoj tamam. Pra i merr këto informacione. Jezusi ishte shfaqur Shën Pali sa herë, do të shfaqet sa herë prap, por Shën Pali është i vetëdijshëm se nuk i mjaftonin ato shfaqura. Nuk e dim se çka ka fol Jezusi në ato shfaqura. Ndoshta vetë Jezusi edhe të njoh stilin e Jezusit në rshekuj, do ta kenë nisë të flasin me Pietrin. Shko fol me apostujt, ai thot shkova fola me Kefen, dikun tjetër thot fola mbile edhe me Jakobin e Gjonin, të tre thot çmohen prej krishterëve si shtyllat e fesë. Shkova me fol thot me ta pra, sepse ata kanë më mësu më mirë. E shiko se Shën Pali me Shën Pietrin nuk është të ka shku bashkë mirë fort. Është një rast kur vetë Shën Pali bashkë tek letra drejtu Galatasve thot Shën Pietri filloi të bajnë disa manovra duke i shmang disa pagan, duke ndaj më shumë me hebrejnë, do çova para gjithëve i thash nuk mundesh me bën kështu. E Shën Pali ishte karakter luftarak, me sa duket Shën Pietri edhe pak më i rezervuar. Por e pranon qortimin e Palit, Pietri. Pra, edhe pse nuk shkoshin dakord mi gjithçka, të dush papën, nuk do të thotë të jesh dakord me të mi gjithçka. Është teologjike arsye pse bashkojmë me të. Jo thjesht se më duket simpatik ose nuk më duket simpatik. S'ka lidhje. Përkundrazi, është më mirë që të mos jetë fort simpatik, sepse marrim atë çështë e vërtet për fjalëve të tija. Në histori, pastaj, pohimet për rëndësinë e pagabushmërinë e papës, por edhe të bashkisë së Romës. Prandaj thash, përmendet edhe Roma edhe me drejt në formulimet e papës që lexuam tek numri 6 i letrës së tij, pra që jemi duke shqyrtu. Në lidhje me këtë rëndësi, pra që ka bashkia e parë e Romës, bashkia e parë e krishterëve, pra në Romë, dhe i peshvitur që është papa, kanë fol edhe shumë shejtër. Shën Ignaci Antiokis, i cili vdiq martir në rreth vitit 1110, pak a shumë në ato vite, thot se të krishterët e Romës janë të pastër nga çdo njoll e huaj do të thot pra në mësimi huaj që nuk është i krishterë. Shumë interesant. Ai është në Antioki shumë larg pra, në një krah tjetër të botës, në linje, dhe është duke shkuar atje për të martirizuar, rrugës shkruan disa letra, ndër të tjera edhe letrën drejtu krishterëve të Romës, dhe thot janë të pastër nga çdo njoll e huaj. Kishte një ide tepër madhështore për këtë bashkësi. Janë të pastër nga çdo lloj gabimi pra. E këto, si të thush, është në syth e asaj që do të kulminojnë te pagabushmëria e papës, pra, sepse niset prej shmangjes së mundësi që mund gabojnë kisha. Kisha e Romës vazhdon vetë në Ignaci. Kryeson në dashuri, është një frazë shumë e famshme kjo. Kryeson në dashuri, kisha e Romës na prin në dashuri, pra është ajo që na prin. Këtu është e qartë se imuniteti nga gabimi, tipik pra i kishës së Romës, nënkupton edhe imunitetin nga gabimi i bariut të saj, pra që është i peshvi. Shën Ignaci vetë mësoi se aty ku është
I peshqvi aty është kisha. Kisha është asistume e ndihmume gjithmonë prej Shpirtit Shenjtë. Edhe në kisha është e pamundun që të gjesh gabimin sepse ajo ka karizmën e zvërtetës. Kujdes. Krishterët mund të gabojnë, por kisha në tërësinë e saj kur vepron në bashkim, në lutje, në përqendrim tek fjala e Zotit, nuk mund të gabojnë, sepse ka dhuntin, karizmë do të thotë dhunti, pra dhuntin për të thënë të vërtetën. Është një fjalë që mund të ngjallin debate, sepse gjatë shekujve kisha ka korrigjuar vetveten, por të vërtetën mi gjanat e Zotit, mi vullnesën e Zotit, nuk mund të themi tani se do dalë një fazë kur kisha ka më thënë, jo, kena kuptuar gabim, nuk janë 3 vetët e Trinisë Shenjtë, por që kanë 5, nuk mund ndodhin. Ose jo, pagëzimi duhet bëhet edhe një herë, nuk mund ndodhin. Por janë disa të vërteta që nuk mund të gabojnë kisha, mund të gabojnë në disiplinat e ndryshme, që janë disiplinat kishtare, por jo me disiplinat hyjnore. Dhe në shekullin e 2, një tjetër martir, Shen Ireneu, i peshqvi Lionit në Francë tashti, thoshte se besimi i kishës së Romës është si normë, pra si ligj për gjithë kishën. Thoshte, me këtë kishë, pra me kishën e Romës, për shkak të epërsisë, pra së saj më të lartë, është e nevojshme që të bashkohet çdo kishë tjetër, pra besimtarët e shpërndar kudo, pasi në të është ruajtur gjithmonë tradita e apostujve. Është tek libri i famshëm Adversus Herezes, që ai shkruan pra kundër herezive, dhe thot aty që ne duhet bashkohemi me kishën e Romës, thot ai është mbi të gjitha, thot. Kujdes se duken si përshkrime mitologjike, por kjo është tradita e kishës, kjo është bindja e kishës. Pasardhësia apostolike e verifikuar me bazën e bashkimit me kishën e Romës është pra kriteri i besnikërisë së kishave vendore në traditës së besimit të përbashkët apostolik, i cili përmes këtij kanalit, pra që është bashkimi me kishën e Romës, ka rrit deri tek ne. Në fakt, sa për të fresku pak kujtesin, kur shkonin mesh, çdo mesh, edhe duhet bëhet, nuk ka shans si mos bëhet, meshtari përmend papën dhe i peshqvin vendor e dioqezës ku po kremtohet mesha. Flet bin mend edhe për papën tonë, thot emrin e papës aktual, dhe për i peshqvin tonë filani, thot emrin e i peshqvit të asaj dioqezët. Pra mjafton të përmenden këto 2 emra për të thënë se jemi në bashkim me krejt kishën katolike. Kudo që shkoj nëpër botë, unë jam si në shtëpinë time. Mjafton që dëshmoj se jam në bashkim me papën dhe me i peshqvin e asaj dioqeze. Shën Cipriani, edhe ky martir nga Kartagena në Afrikë, nuk kanë fituar asgjë, por këto njerëz që kanë bë këto teorinë, janë të gjithë martirë që po i citojmë. Pra, i kanë thënë se i kanë besu këto gjëra. E ky ka jetuar në shekullin e 3, e përkufizon kishën e Romës si katedra Petri, pra selia ku rrin Pietri. Pietri janë pasardhësit e Shën Pietrit, pra. Dhe thot, ata heretik, pra ata që ndahen nga bashkimi kishtar, nuk mendojnë se duhet të merren me të krishterët e Romës, besimi i cilëve u bë i lavdishëm nga dëshmia e ndritur e apostullit, dhe në mes të cilëve nuk mund të ketë vend për gabim. Pra, apostulli Pietër ka vdekë aty, edhe aty duhet të fokusohemi gjithë, sepse aty nuk ka vend për gabimin, duhet të kemi kontaktin me selin e Shën Pietrit. Një shembull tjetër vjen nga Shën Jeronimi nga Dalmacia jon, i cili jetoi në shekullin e 4, e duke i kërkuar Papa Damazit të asaj kohe një vendim në lidhje me një çështje të debatuar në lindje, i shkroi këto fjalë: vetëm tek ju është e ruajtur e pandryshuar trashëgimia e etërve. Pra ti mu më lidh me etrit e lashtë të krishterë. Shën Teofili, një pasardhës i Shën Injatit të Antiokisë, thoshte se, siç përplasen anijet nëse largohen nga porti dhe hyjnë në detin e stuhishëm, ashtu edhe njerëzit mbyten kur braktisin katedrën e zvërtetës, që është Roma, e nënkupton edhe i peshqvin e Romës. Jemi nesh pra në këto 2 emra kryesor, Papa, Roma. E para kryesisht se Shën Pietri është kryqëzuar në Romë. Një traditë tregon një episod shumë interesant, se si që bëj famshëm, pastaj se si thuhet se kur shpërtheu në vitin 64 për njekja e Neronit, peranori romak, kundër krishterëve, shumë krishterë nisën të ikin nga Roma për shkak të përndjekjes dhe ndërto edhe Shën Pietri, sepse do të kapnin kreun e tyre. Pritej arrestimi i tij dhe rrugës ndërkohë që po largohej, po dilte nga Roma, thuhet se Shën Pietri ka një vëgim, i shfaqet Jezusi sikur po ndrohen në rrugë. Jezusi që po hyn në Romë, e Pietri që po del nga Roma,
Dhe Pietri e pyet Jezusin, ku po shkon zotri? Quo vadis Domine, është e famshme kjo fjalë në latinisht. Ku po shkon zotri? E Jezusi i thot, po shkoj në Rom të kryqëzohem përsëri. E Pietri e merr si qortim e kupton se Jezusi po i thot, me që ti nuk po kryqëzohesh për mua, unë po shkoj edhe një herë kryqëzohem. E Pietri këtu patjetër i prekun shpirt, kthehet edhe një herë, edhe pranon vullnesin e Krishtit, e kupton qartë pastaj se kjo është vullnesa e Krishtit. E gjithë e dim atë traditën se si Pietri në ndërim të Krishtit ka me kërkuj diçka të pasakontë. Ushtarëve do të thonë, kryqin tim ma ktheni mrapsht. E vujtja ati do të bëhe edhe ma male, sepse thoshtë nuk jam i denjë të vdes si Zoti. Dhe kjo gjë e bani edhe ma prekse vdekjen e tij. Nuk mund të riba thanë se edhe vdekja e arrestimi ishte në Pietrit, thuhet se ndodhi paka shumë për tradhti. Sigur Juda tradhtoi Jezusin, thuhet në një prej pseudot krishterëve tradhtoi Pietrin duke i tregu vendin ku qëndronte. Pra në gjithçka i përngjau Jezusit edhe në mundimet e tija. Por ka një gjë që është bukur ta kundrojmë shpejt e shpejt. Mallështia e lashtë e Romës, që do të binte në shekullin e 5 paka shumë, do të mahej nër shekuj deri vonë vetëm nga kisha. Sidomos nga prania e papës aty. Roma do të bëhej një emër sinonim i mallështisë. Aq sa edhe sot Italia në himnin e saj kombëtar, Fratelli d'Italia, titulli vëllezër Italisë, ka një rresht shumë interesant ku thot sklavët e Romës, pra Italinë sklavët e Romës, Zoti e krijoi. Nuk është nënçmuese, por përkundrazi, thot sklavët e Romës, kuptimi që historia na flet se në Romë kanë ndodhur gjëra të mëdha, fantastike, që i kanë dhënë ner, po themi edhe Italisë, ner fam paktën. Në disa pika dhe jo fort ner, por fam në gjithë botën. Dhe e gjithë Italia identifikohet me Romën, kjo është. Por po themi pra, pse? Ma parë ishte Roma e lashtë antike, pra me mallësinë e disa peranërëve, strukturave, e pastaj u majt në kam nga autoriteti i papës pikërisht në Romë. Kur në shekullin e 5, në dhunën e dynjave barbare, ra peranëria romake e perëndimit, Europa humbi rëndësinë e saj gjeopolitike. Kurse peranëria romake e lindjes vazhdoi të qëndronte shumë e fuqishme deri në shekullin e 15. Pra për 1000 vjet e kam fjalën në lindje, Bizanti, Konstantinopoja, Stambolli sotëm. Vetëm kur e pushtoi peranëria Osmane atëherën ra edhe ajo. Por kishte ra 1000 vjet më parë peranëria romake e perëndimit. E dynjet barbare, këtu kemi hyrë në histori, por është shumë bukur të kundrojmë këtë pjesë historisë, sepse vërtet është prekse të shohim se si kanë ndodhur atëherën skizmat do të thotë ndarjet me papën. Pse kanë ndodhur? E kuptojmë më një herë, duke bërë këtë kalim shumë të shpejt në etapat e historisë. Dynjet barbare e lollën e dërmunën peranërinë romake të perëndimit, sa që ra, e thame, edhe u krijuan një mori mbretërish, por të ndara, pagane. I vetmi autoritet i krishterë, sepse krishterimi kishte kohë që ishte ba fe shumë e përhapur e pranuar në peranërinë romake. I vetmi autoritet ishte papa. Por ishte kaq i dobët autoriteti i papës. Për shembull, në shekullin e 6, Papa Gregori i Madh, ishte vërtet i madh. I shkroi një letër perandorit bizantin të kohës, duke u thënë këtë fjalë prekse: kujtohuni për ne europianët. Pra ne kemi med në harres gati. Kujtohuni për ne, sepse ju jeni mirë, keni një peranori të fuqishme, krishterët e atij i favorizoheshin, patriarkët të ndryshëm krishterët, pra i peshvete e tyre me radhë kishin një strukturë të fortë politike e kishtare. Por i thot kujtonu për ne europian. E që nolli nërkohë, fatkesisht nolli që filloi të lindte një kompleks superioritetit për i disa patriarkëve ndaj papës. Pra ne jemi më të fortë, e trisht ta themi, por kështu është. Ne jemi më të fortë se papa. Gjatë që ilkoni pak lidhjen me papën, filloi të fuqizoj shumë atëherë autoriteti i papës, kur në shekullin e 9 ndodhi diçka që ishte e paimagjinueshme. Në Rom u kurorzu peranor Karl i Madh edhe kurorën Mikok javuri papa. E meti tradit për rreth 1000 vite që kurorën Mikok ta vente papa për peranort.
e gati pa miratimin e papës nuk emroi asnjë mbret në Perëndim. Sepse Karli i Madhi dha një mbështetje shumë madhe Kishë Katolike e gjithë pasardhësit e tij në vazhdim, e kështu Kisha Katolike me në kryepapën mori një autoritet të jashtëzakonshëm, të paimagjinueshëm. Këtu ai kompleksi i superioritetit në lindje filloi të shndrohej në kompleks inferioritetit. Papa po bëhet më i fortë se na. E në 1054 nolli ndarja me Kishën Ortodokse, sepse nuk pranonin një autoritet kaq të madh të papës, se filloi të fuqizohej atëherë edhe politikisht, edhe nga ana gjeopolitike pra. Vendimet e papës kishin një influencë jashtëzakonshme. Kur ra atëherë perëndoria ose u dobësu perëndoria romake e lindjes edhe më fort, por çysh para ende. Kështu ndodhi ndarja. Me Kishën Ortodokse, edhe me gjithë dashamirësinë, por historia flet, nuk është se po krijojmë precedent për debate të panevojshme, por ma ka thënë një herë një meshtar ortodoks, duhet lutemi shumë, sepse historia na ka nda, e historia duhet na bashkojnë. Historia na ka nda, historia duhet na bashkojnë. Domethënë, duhet jemi të aftë të studiojmë historinë edhe të heqim çfarë duhet heqim, e të lam çfarë duhet lam, e të bashkohemi sepse është urgjente. Me Kishën Ortodokse jemi shumë afër. Vetëm disa gjëra praktike, po themi, organizative na ndajnë, bashkimi me papën mbi të gjitha. Por jemi shumë afër për sa i përket vlefshmërisë së sakramenteve. Dhe kjo jep shpresë patjetër për sot. Sepse edhe tradita që është zhvilluar në lindje ka një pasuri të jashtëzakonshme shumë të thellë dhe ka katolik që quhen ka një greko-katolik ose rite të tjera që janë në bashkim me papën, pra duken si rite bizantine ortodokse mund të themi, por janë vërtet katolik në kuptimin e plotë të fjalës. Dhe Kisha pasurohet, prandaj mund të gjenden argumente teologjike për bashkimin me to. Dy fotografi historike mund të themi që përmbledhin pushtetin e madh që kishte papa, ishte kurorëzimi i Karlit Madh që e përmendëm në shekullin e 9 dhe kurorëzimi i Napoleon Bonapartit në Paris. Por kurorën mi kokë këtë radhë nuk ja vuni papën. Perëndori aty bani një gest që hynin në histori, u çu vetë mori, ishte aty i pranishëm edhe papa, por u çu vetë mori kurorën e vuri. Zoti Makallanca edhe un po e vendosin kokën time vet. Edhe mund të themi mund të një fotografi historike për të shpjegu ku filloi të zbehej autoriteti i papës. Por ka një keq kuptim që ka ndodhur edhe për gjatë shekujsh. Duke qenë se katolikët që zgjidhnin të ishin besnik ndaj papës, e këtu në histori kemi prek me dorë e dhimbjen e një besnikërie të tillë, katolikë që zgjidhnin të ishin besnik ndaj papës, menjëherë akuzoheshin si të ishin besnik ndaj politikave të perëndimit. E politikat e perëndimit shpeshherë ishin kundër politikave të lindjes. Imagjinoni kur Perëndoria Osmane mori forcën. Edhe të ishe besnik ndaj papës donte të thoshte besnik ndaj perëndimit që kishte sanksione, kishte rezervat e veta, luftat pa ndërprera ndaj Perëndorisë Osmane. Në Shqipërinë tonë, pse Kisha Katolike u martirizua në një formë të jashtëzakonshme? Për të thënë një ide shpejt. Brenda territorit shqiptar të sotëm, para sulmit osman, kishte 18 kisha të sigurt, 18 ndoshta edhe një më shumë, 18 dioqeza katolike. Sot kemi 6 me një përqindje katolike shumë më të vogël. Pse u përsekutu ka shumë, pse zbriti ka shumë, ndërkohë që dioqezat ortodokse u lanë, sepse patriarkana në Stamboll kishte mbështetjen, kishte edhe një deputet të vetin në parlamentin, nëse kështu mund ta quajmë vendimmarrës pra të Perëndorisë Osmane, katolik nuk kishin askënd, sepse nënkuptoi sigur ishin besnik ndaj politikave të perëndimit. Edhe në Shqipëri psunen një martirizim vërtet të ashpër. Sistematik. Për këtë arsye, pse komunizmi atëherë vazhdoi me të njëjtën, mund të themi, dozë lunet, sepse kishte në krye këtë ide. Ju jeni besnik ndaj papës, do të thotë se jeni besnik ndaj politikave të perëndimit. Edhe këto e kuptojmë se kur i kërkunen Imzot Vincenz Prenushit, Imzot Franogjinit Tashmatlum, të shkëpusin kishën katolike nga autoriteti i papës, të bëjmë një kishë vendore, pra, e ju do të jeni të parë një kishë vendore, ne këtej, ato thonin jo, s'ka shans. Atëherë thonë jeni ermis. Jo, si jemi ermis, po jemi katolik, jo, zota do të jeni ermis. Nuk arsyetoshin më shumë. Edhe në fakt akuza qesharake ishte për shumë klerik si spionjë të Vatikanit.
fjala spion është tamam tregon anën politike që ato shihnin të Vatikani, por ka një autoritet shpirtëror që nuk mund të braktiset se përndrysh nuk jemi ma katolik. Por Enver Hoxha me shok nuk e dinin se hierarkia katolike bashkimi me të nuk është thjesht parimore e ideologjike, por është thelbësore. E këtu vim të kyçi, ndoshta e vetmja gjë për cilën ja ka vlejt gjithë kjo emision. Të jesh në bashkim me papën nuk do të thotë të jesh në bashkim me politikat e perëndimit. Nga njëherë, sot besoj se jemi në atë pikë, ndoshta duhet të jemi kundër politikave të perëndimit. Sot për shembull ka shumë politika në perëndim të cilat mbrojnë martesat homoseksuale, mbrojnë promovimin e pornografisë, mbrojnë luftrat e ndryshme, politika të cilat papa i sulmon në predikimet e veta, por nuk e pyet kush. Mbrojnë shkatërimin e ndërgjegjes së njerëzit. Mbrojnë humbjen e katolicizmit në perëndim. E zbehin fuqinë. Papa e gjithë kardinajt flasin kundër këtyre gjërave, por nuk japin kush veshin. Pra, ne si katolikat herë duhet të ngritemi në kuptimin shpirtëror të fjalë kundër këtyre pozicioneve perëndimore që dikur ishin shumë katolike, sot e kanë tratu, po themi, rrajën e tyre. Pra, të jemi në bashkim me papën, jo thjesht për krah perëndimin, por sepse këtu është çështja, bashkimi me papën do të thotë rujtja e plotësisë së zbulesës hyjnore, që ashtu është zbulu tek ne gjithçka që është hyjnore. Në plotësinë vet ashtu, edhe bashkimi me papën na sjell deri tek ne sot. Plus kësaj brenda kësaj zbulese vlefshmëria e sakramenteve. Vetëm me kishën ortodokse jemi pothuajse njësoj. Ndërsa me kisha tjera krishterian, por është humb krejtësisht vlefshmëria e sakramenteve, vetëm pakzimi metet, por gjithë të tjerat kanë humb. E nëse do të kishin bajm zot Vincenz Prenoshi e me shok martir, nëse do të kishin bërë këtë gjest që do të shkëputeshin nga papa, menjëherë do të ishin zhvleftësu të gjitha sakramentet. Imagjinoni kisha anglikane që ka vetëm pakzimin, edhe pse kanë një peshvi kështu në hierarkinë e tyre, por nuk janë vlefshme asnjë. Sepse bajnë një premtim ndaj mbretit kur e shugurohen i peshvi, e si pasojë atë ka humb vazhdimësia apostolike. E kështu do të kishte ndodhur edhe në Shqipëri. Pra ato barin që nuk e kanë braktis bashkimin me papën, kanë menduar për shëlbimin tim, për shëlbimin tan, sot e në brezat që do të vinë mrapa. Nuk kanë menduar për politikat e perëndimit, por për shëlbimin e amshum. Prandaj të jesh në bashkim me papën është çështje feje. E ato teologë që justifikojnë ndarjen, ose kanë një formim të mangët shpirtëror teologjik, ose kanë një vullnet lig që dëshirojnë të fusin për çarjen. Prandaj ta lutim Zotin që të na ndihmojnë, të jemi shumë të kujdesshëm kur i marrim si me të lehtë disa mësime të papës së gjithë strukturës hierarkike të kishës, sepse mund të humbasim shumë e mund të humbasim bashkimin me Krishtin. E prandaj Krishti për të na ndihmuar që të kemi një forcë për të bashkuar me të më shumë, ka dashur edhe një pikë bashkimi, një pikë konkrete të dukshme, si e tham parë, këtu në tokë. Derisa një ditë funksioni i papës do të mbarojnë, por vetëm kur të jemi në Paris, sepse atje kemi shkuar tek bariu i vërtetë, ai bariu absolut i krejt kishë, që është Krishti. E të marrim tani bekimin prej Zotit. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm, Ati, Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.